Vazhdojmë me orën e dytë të matematikës për ditën e sotme. Pra tema e dytë është: ndajmë në një raport të dhënë. Rezultatet e të nxënit për këtë orë janë: nxënësi ndan një raport të dhënë në një madhësi të caktuar. Zbaton ndarjen në një raport të dhënë të një madhësie të caktuar në situata më të ndërlikuara. Situata të nxënit. Situata e parashtruar në libër. Pra ndani sipas një raporti të dhënë karamelet e Jonit dhe të Utës. Pra janë gjithsej 12 karamele në raportin 3-1. Sa do të marrë njëri dhe sa do të marrë tjetri. Fjalët kyçe: raport, ndarje, pjesë, ndarje sipas një raporti të dhënë. Ndarja në raporte. Ne mund të ndajmë një sasi ose një madhësi të caktuar sipas një raporti të dhënë. Shembull: Joni dhe Teuta do të ndajnë 12 karamele në raportin 3-1. Pra, për çdo 3 karamele që merr Joni, Teuta merr 1 karamele. Joni merr 3 herë më shumë se Teuta. Pra, gjejmë sa pjesë janë gjithsej. Pra, 3 me 1, pra raporti 3-1, si pjesë janë 3 plus 1, barabartë me 4. Pra, kemi gjithsej 4 pjesë. Një pjesë është 3 karamele. Joni mori, pra në krahun e djathtë kam formuar dhe raportet në formë ekuacioni. Pra 3 me 1, pra 3x dhe x, pra 3x plus x është e barabartë me 4x, 3x plus x është e barabartë me 12, pra në formë ekuacioni. 4x është e barabartë me 12 dhe x është e barabartë me 12 përmbi 4 dhe x është e barabartë me 3. Pra një pjesë është e barabartë me 3 karamele. Joni mori 3 pjesë, pra 3x. Zvendçojmë x-in me 3 dhe kemi 3 herë 3, 9. Pra Joni mori 9 karamele. Teuta mori x. 1 herë 3, barabartë me 3 karamele. Problema 1. Altini dhe Engeli ndan 35 bimë në raportin 3-4. Kush mori më shumë, Altini apo Engeli? Gjejmë sa pjesë janë gjithsej. Pra kemi raportin 3-4. Si pjesë janë 3 plus 4 barabartë me 7 pjesë. Formojmë raportin për të zgjedhur ekuacionin. Pra, raporti 3-4. Kemi 3x plus 4x është e barabartë me 7x. Ekuacioni është 3x plus 4x është e barabartë me 35. 3x plus 4x bëjnë 7x. 7x është e barabartë me 35 dhe x është e barabartë me 35 përmbi 7 dhe x është e barabartë me 5. Pra, një pjesë është e barabartë me 5 bimë. Altini mori 3 pjesë, pra kemi 3x, 3 herë 5, 15 bimë. Engeli mori 4 pjesë, pra 4 herë 5 është barabartë me 20 bimë. Engeli mori 5 bimë më shumë se Altini. Problema 3. Dy shok do të ndajnë qiran e apartamentet të tyre në raportin 4-3. Qiraja është 420 euro në muaj. Gjeni sa paguon secili çdo muaj. Gjejmë se sa pjesë janë gjithsej. Pra 4 plus 3 barabartë me 7 pjesë. E njëjta gjë edhe këtu. Formojmë raportin njëkohësisht dhe ekuacionin. Pra raporti 3-4. 3x plus 4x është e barabartë me 7x. 3x plus 4x është e barabartë me 420 si ekuacion. 7x është e barabartë me 420 dhe x është e barabartë me 420 përmbi 7 dhe x është e barabartë me 60. Pra, një pjesë është e barabartë me 60 euro. Shoku i parë paguon 4 pjesë, pra 4x është e barabartë me 4 herë 60 që është x është e barabartë me 240 euro. Shoku i dytë paguon 3x, 3 herë 60 që është x është e barabartë me 180. Pra këto janë dhe vlerat që ata paguajnë çdo muaj, pra 240 euro shoku i parë dhe 180 euro shoku i dytë. Problema 9. Në një qese ka rruza të kuqe dhe blu. Raporti ndërmjet rruzave të kuqe dhe atyre blu është 5-3. Janë në 75 rruza të kuqe në çantë. Gjeni sa rruza janë gjithsej në çantë. Gjejmë sa pjesë janë gjithsej. Pra kemi 5-3 që është raporti është e barabartë me 8 pjesë, ku 3 pjesë është e barabartë me 75 rruza të kuqe. Bëjmë pjesëtimin. 75 përgjigjur se sa është një pjesë. 75 pjesëtim për 3 është e barabartë me 25, pra 25 është një pjesë. Rruza blu janë 5x, pra 5 herë 25 është e barabartë me 125 rruza. Rruza të kuqe plus blu është e barabartë me 75
plus 125 është e barabartë me 200 ruaza. Pra në çantë ndodhen gjithsej 200 ruaza. Problema 13. 5 të tetat e fëmijëve të një klase janë djem. Cili është raporti vajza-djem? Vajza janë 8 të tetat minus 5 të tetat që janë djem është e barabartë me 3 të tetat. Raporti djem-vajza është 5 të tetat përmbi 3 të tetat. Thjeshtojmë 8 me 8 dhe na ngel 5 të tretat. Pra raporti djem-vajza është 5 me 3. Detyra dhe punë e pavarur. Nxënësit punojnë ushtrimet 2, 4, 6, 8, 10 dhe 14 faqja 260, 261 dhe detyrë shtëpie ushtrimet 7 dhe 11 faqja 260, 261. Kjo ishte edhe mësimi i dytë për sot. Faleminderit.